Kur më thonin se do shihja Xhaxhin Enver, fluturoja nga gëzimi. Por sot kur më thanë se të shkosh të shohësh Xhaxhin Enver, trupi më dridhej, këmbët nuk më mban. Jam një studente që ndonë se sa përmbusha 20 vjet, në vitet e tjera do të dhuroja për të. Jam një studente minoritare, isha 10 vjeçe kur më vdiq nëna. Por atëherë në botën time prej fëmije çdo gjë mund të kalonte lehtë. Ndërsa tani para njeriu më të shtrenjtë se muzika. Këto janë çastet më të hidhura që unë kam ndjerë gjatë gjithë jetës. Po shkoj të shoh për herë të fundit birin më të shtrenjtë të kësaj toke. Unë, bia e një fshatari të thjesht, po mësoj dhe do bëhem inxhiniere. Betohem për para shtratit të udhëheqësit tonë se me të gjitha aftësitë e mia do të mësoj për të përvetësuar shkencën, për ta bërë Shqipërinë të lullëzuar. Betohem, shok Ender. Betohem. Më falë, shok Ender, për këtë çast të rishtimi. Më falë për këto lotë. Por lotët e mi janë fjalë betimi. Betohem se dhe jetën time nuk do ta kursej për ta bërë Shqipërinë të kuqe, ashtu siç e donit ju. Jemi rritur me emrin tënd të shok Ender. Jemi rritur me dashurinë tënde, me buzëqeshjen tënde. Je i sigurt se me këtë dashuri të madhe do të rriten të gjithë brezat, sot e në vitet që do të vinë. Jam bia e një punëtori, një studente e inxhinierisë mekanike, që nesër do të punoj atje ku ka nevoja dheu, ashtu siç ne ke porositur gjithnjëti. Thonë se po ndahem me Enver Hoxhën, por jo, kjo nuk është ndarje, se s'ka forcë në botë që ta ndajë atë nga ne, as vdekja vetë. Jo, nuk më besohet. Një titan si ai s'mund të qëndrojë shtrirë. Ai është i gjallë, i bukur, në buzëqesh e na përshëndet të gjithëve, ashtu siç na përshëndetin në 40 vjetorën atë dheut. Ajo s'ishte vetëm një përshëndetje. Ajo ishte një hymn për atë dheun, për nënën Shqipëri, betim para popullit. Unë, si student i fakultetit mjekësisë, betohem se do të punoj me mishë e me shpirt për të qenë gjithmonë biri i denjë i popullit, i Enver Hoxhës.